Të huajt që do të vizitojnë vendin këtë sezon veror konsiderohen si klient potencial për blerjen e pronave, sidomos në Bregdet. Ekspertët e tregut imobiliar vërejnë se shumë prej tyre nga pasiguria për të investuar në lindjen e mesme mundet të zgjedhin Shqipërinë. Pjesa e konfliktit në lindjen e mesme, po themi pjesa me Iranin, ka sjell interes nga investitorë të cilët kishin planifikuar të investonin në Dubai, po të investonin në vendet lindjes mesme, sidomos edhe ata të cilët kanë dalë nga Dubai dhe nga lindja e mesme për shkak se ka pasur turbulenca dhe në çmime, duke orientuar në tregje më të përshtatshme, ku mund të angazhohesh me kapital më të vogël dhe të kesh mundësi përposuar rritje, siç është pjesa e Shqipërisë. Tashmë, jo vetëm jugu i vendit siç ka qenë tradicionalisht, por e gjithë vija bregdetare është në fokusin e investitorëve të huaj. Investitorët të cilët vinë nga zona turistike riorientohen në zona turistike. Pra po flasim për Bregdetin e Shqipërisë. Dhe Bregdeti i Shqipërisë, duke përfshirë tashmë edhe pjesën e veriut, ka projekte të cilat po lançohen nga dita në ditë, pra projekte të reja, kështu që unë besoj që nuk është më vetëm monopol i jugut, por do të shikojmë të gjithë Bregdeti i Shqipërisë që do të ketë investitorë të cilët do të hyjnë në tregun shqiptar, sidomos pjesa e veriut, duke qenë se është një alternativë e re, do duhet të ketë çmime më ekonomike. Me rregullin bazë të ekonomisë kërkesë-ofertë, edhe çmimet për metër katror pritet të rriten sërish këtë vit. Mendoj që Shqipëria vazhdon krahasimisht me Malin e Zi dhe Greqinë vazhdon të jetë me shifra ekonomike, pra po flasim që Malin e Zi është 12-14.000 apo 17.000 euro metër katror, ndërkohë që Shqipëri, paktën pjesa e Bregdetit vazhdon të jetë 5.000-6.000 maksimumi 7.000 euro metër katror. Sipas të dhënave nga Banka e Shqipërisë, gjatë vitit 2025 u investuan rreth 560 milionë euro nga të huajt në sektorin e pasurive të paluajtshme, duke shënuar një rritje me rreth 40% krahasuar me vitin 2024 dhe duke bërë këtë sektor ndër më të preferuarit për investim.